E përshëndetje të gjithëve. Ju dini tashmë që ne jemi në set xhirimit dhe në këtë set xhirimi kam nderin ta ndaj, faleminderit. Ma mund më hapësh pak rrugën lutem? Me Romir Zallën, shikojeni çik Romirin. Si jeni? Mirë. Romir, këtu je në profilin tim në TikTok. Oh. Dhe do ta hedh në Instagram. Pra janë gati gjysmë milioni njerëz që po të ndjekin. Okej, mua më ndiqen ata të Instagramit gjithsesi. S'ka problem. Tani çështja është se unë sa herë që kam kështu të ftuar në studio, i bëj nga i pyetje thelbësore, po nga këto pyetjet që janë problem i kthy përgjigje. Ti do kthesh përgjigje? Patjetër. Çfarë lloj pyetje të jetë? Mos bëni pyetje me që po hyjmë në ascensor, a pjerdh në ascensor. Jo, nuk do jetë. Nuk është pyetje kështu, nuk do jetë. Do jetë pyetje profesionale. Më thuaj. Pra ti ke bërë disa filma, shumë filma. Ky filmi që po bëjmë ne tash, që është duke se është filmi i parë që bëjmë bashkë apo? Po, është. Buri. Ky film që jo, nuk është i parë. Nuk është i parë? Kemi bërë filmin gjallë bashkë. Po, edhe gjallë, po. E kena bërë kur ishim 3, tash jena më pleq. Tani ky filmi që po bëjmë sot, ku ndryshon nga ky film i gjallë, për shembull, flas në raport me mua. Shumë faleminderit Romir, ishte kënaqësi domethënë, ishte shumë kënaqësi. Ciao.